Netanyahu është shpallur kriminal lufte nga gjykata ndërkombëtare e krimit. Se harrohen këto. Ne do investojmë në projekte strategjike për Shqipërinë. Pra ne duam që Sazani të mbetet i yni. Mos të tjetërsohet, sepse është publik, është pjesë e shtetit shqiptar. Tani kryeministri Rama thotë nuk do tjetërsohet, nuk do privatizohet, po kur shikon ti projektin, shikon që ata do bëjnë aty vila. Vila shitet, është truall që shitet, në momentin që shitet është privatizuar. Pyetja është pse po privatizojmë tokë shtetërore? Dhe po e privatizojmë këto për turistë miliarderë të huaj që do vinë nesër aty dhe nuk s'kan fare lidhje me Shqipërinë. Ndërkohë që kjo është territor publik që duhet shfrytzuar dhe duhet përfituar nga të gjithë shqiptarët, jo nga një pakice vogël që përjashton shumicën tonë. Pra modelin vetë është përjashtues, jo përfshirës. Po drejtësia mund bëj diçka këtu, drejtësia e re, se pam spaku një sekuestrim të llogarive, pastaj një tërheqje, lirim të llogarive, ndërkohë që perceptohet edhe ai ndikimi, pra fakti që kjo hija amerikane nga pas e këtij projekti përballë kësaj drejtësie që është sponsorizuar dhe duket si krijesë amerikane. Pra, unë e kuptoj atë që ju thatë pak më lart, po si edhe perceptimin në Tiranë. Pra, është edhe spaku në presion për të bërë diçka drejtësia e re? Unë këtë nuk e di, edhe çështja e drejtësisë është çështje më specifike dhe teknike për prona, dhe një nga përpjekjet e qeverisë ka qenë reduktimi i kësaj në çështje prone, apo në çështje që është akoma në gjykatë, nuk ka vendim final. Nuk është ky thelbi i problemit. Unë mendoj që thelbi i problemit është modeli i zhvillimit. Ky është thelbi që këtu nuk po debatohet. Modeli përfshirës apo përjashtues. Çfarë nuk kuptojnë me zhvillim përjashtues? Shqipëria sot ka zhvillim, pavarësisht çfarë thotë opozita. Tirana shumë e zhvilluar se ç'ishte dje. Ne njohim Tiranën, kemi jetuar. Nuk krahasohet Tirana sot me Tiranën dje. Shqipëria sot është më e zhvilluar se dje, padyshim. Çështja është për kë është ky zhvillim? Kush po përfiton nga ky zhvillim? Dhe modeli që po zbaton zoti Rama është zhvillim për një pakicë shumë të vogël dhe shumë të pasur, dhe mjerim për një shumicë shumë të madhe dhe gjithnjë më tepër të varfër. Dhe te kjo shumicë po fus dhe shtresën e mesme. Në bisedën që po bënim ne para intervistës, ne po flisnim, kemi miq që quhen të shtresës mesme me rroga relativisht mira, që nuk po mbyllen dot muajin. Këtu ka një shkoputje midis elitës qeverise dhe realitetit shqiptar. Pra, Tirana është bërë shumë tërheqëse, për shumë turist, për shumë amerikan, për shumë evropian. Por aq sa që është bërë tërheqëse për këta, është bërë e pabanueshme për shqiptarët. Pra kush po e gëzon Tiranën? Kush po e gëzon Durrësin? Kush po e gëzon Sazanin? Kush po e gëzon Zvërnecin? Pra këtu protesta kanë thellë, mendoj unë, ndjesinë e shqiptarëve që po përjashtohen nga habitati vet. Po bëhet për ta gjithnjë pamundur të jetojnë në vendin e vet. Emigrimi nuk është rastësi, është i programuar në këtë model zhvillimi. Dhe prapa këtij modeli ka shumë prralla apo rrena, për ta thënë ku një prrallë është kjo e miliardave që e pam Durrës që është prrallë. Ku janë këto miliarda? Prralla dytë është që këto miliarda janë për gjithë. Ja supozojmë që hodhën 4-5 miliard në Sazane dhe në Zvërnec. Ja po supozojmë që u bë Zvërneci dhe Sazani rezorti elitar më i mirë në botë. Po i supozojmë gjitha këto. Ideja që kjo do zhvilloj gjitha të zonë dhe nga kjo do profitojnë gjithë qytetarët është prrallë. Kemi shembuj siç është Hawaii. Hawaii është rezorti më i famshëm turistik në botë. Në Hawaii ke Zuckerberg, ke miliarderët më të mëdhenj të botës, i ke me rezorte në Hawaii. Hawaii ka disa nga nivelet më të larta të varfërisë ekstreme në Shtetet e Bashkuara. Pra për bri rezortit super luksos, ti ke një popullat super të varfër. Pse? Sepse popullata nga pronare e aseteve kthehet në e punësuar si shërbëtore në rezort. Për ta thënë troç, ti do lash banjot e rezortit. Ti do lash çarçafët e rezortit. Ti do marrësh një rrogë, pa jo rroga jote, do jetë shumë e ulët se sa rritja e çmimeve, sepse ky rezort do t'i rrisi çmimet rreth e rrotull. Saqë rroga që do t'japi do të jetë thjesht për mbijetesën tënde. Dhe shpesh këto rezorte janë të paintegruara me bujqësinë tonë. Ne kemi zhvillim turizmi që është i palidhur me bujqësinë. Që tani e kemi këtë. Këta rezorte nga e marrin domaten super luksoze, nga Italia, nga e marrin shefin, nga Izraeli, nga e marrin kamarierët, nga nuk e di. Pra,
Kush është ai që thotë që këto rrezore do prodhojnë 10.000, 15.000, kjo është prava e dytë, vende punësimi. Këto do rrisin çmimin rreth e rrotu, do ofrojnë punë të nivelit të ulët. Atëherë kush do të ishte modeli alternativ? Kemi në Perla si Sazani. A do hedhi qeveria jon 100 apo 150 milion euro në infrastrukturë, se do ta hedhi në kontratën që ka me këta të Sazanit. Sikur se kanë deklaruar vetë, si di mirë shifrat, okay? Atëherë pse mos hedhi këto 100-150 milion dhe në vend të një firme të kemi 200-300 firma të vogla lokale, biznese familjare, ku shqiptarët hynë në treg, jo si të punësuar, por si punëdhënës. Kështu që përfitimi shpërndahet në mënyrë më horizontale, më të madhe, në më shumë shqiptar dhe më pak i përqendruar në pak duar. Pra këtu kemi një model që e përqendron në pak duar fitimin dhe një model që e shpërndan në shumë familje. Këta po zgjedhin modelin e parë, duke na thënë ne që është për mirën tonë. Kjo është çeku i bardhë, e mbam çekun e bardhë kur ra komunizmi. Do vi çeku i bardhë dhe ne me çekun e bardhë do bëhemi njësh. Po do të dëgjosh propagandën e qeverisë sot, do vi investimi i Trumpit dhe me atë investim Vlora dhe gjithë bregu gjatë do dalin në selamet. Janë prava të dëgjuara shpesh. Zoti Garcia, po këto teoritë